Në lidhje me protestën e zhvilluar në fshatin Kullej, banorët u takuan me inxhinierin e firmës, të cilit i kërkuan shpjegime për projektin që nuk janë dakord. Po nuk jam mund që ta them këtë. Ne jemi kompania e zbatimit. Kjo rruga është pjesë e fondit të zhvillimit. Është pjesë e fondit të zhvillimit për llogaritë të Bashkisë Shkodër. Pra, autoriteti kontraktor i joni është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Super. Kaq. Kështu që s'mund të vini ta kërkoni te neve, ose te fondi ose te bashkia. Ata e kanë projektin. Faleminderit. Ndërkohë i pranishëm për të takuar me banorët ishte edhe administratori i njësisë Postrip, Avenir Qela. Kjo është një riveshje që është bë, nuk është një investim i mirëfillt. Sikur është bë ura mesit box, është bën me 3 lote, një pjesë kretë e shkurtë bën me 3 lote. Edhe a bë investim me bankina me gjana kështu. Kjo ka ardhur një riveshje, 1.586 km. A bë riveshje. Do me thonë, edhe na kena marrë edhe me inxhinierin e rrugës, edhe me nënkryetarin e bashkisë, kena ardhur cep në cep të mba matjen. Këtu, sikur çtohet edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga enti rregullator i rrugëve sepse ajo është burim aksidentit. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hekrit në kanal, edhe është bë e pamujtun për më bë 4 metra, do me thonë një pjesë të madhe të rrugës. Punimet që kanë nisur prej disa ditësh parashikojnë shtrimin me asfalt të rrugës nga fshati Dragoç deri në fshatin Kullej. Kjo ndërhyrje e cila mungon prej shumë vitesh, po ndeshet me kundërshtimin e banorëve që kërkojnë ndryshimin e projektit.